dhe Misimi. Fisnik Muharremi është nga Kosova, ndërkaq Adhemisimi është nga Maqedonia. Gjyqtar në ring është Agim Tahiraj. Një pasditje interesante, këndshme, me boks jo të nivelit të kënaqshëm. Ndoshta në të ardhmen duhet të mendohet shumë më tepër në organizim të këtij turneu që mban emrin e Lahnimanit. Mirë po, si duket këto turne të ngjeshura të Federatës Boksit të Kosovës, si promocion që të sjellin ndoshta bokser cilësor të kohë, fillohet, do të thotë, përfundohet viti me turneun ndërkombëtar të boksit Adem Jeshari, diku në nëntor, në përfundim të nëntorit, më pastaj vjen ai turneu Pavarësia dhe përbyllet në vërtet turneu tjetër, është ky Lahnimani që është në program të vjetor të Federatës së Boksit të Kosovës, duke pas parasysh edhe ato duele që i zhvillojnë bokserët tanë në turne të ndryshëm ndërkombëtar jashtë Kosovës. Me të veshur kuqezi është Fisnik Muharremi, ndërkaq boksieri me kapel të 4 dhe panel të 4 është Adhemisimi nga Maqedonia. Edhe ky del është në kategorinë deri në 91 kg. Porta në Fisnik Muharremi, më i kuzimshëm, ja, nuk e ndërpret këtë luftë gjyqtari, andaj edhe boksieri nuk mund ta bëj këtë. Ishte një kërkesë e tij që ta ndërpres këtë luftë boksieri Adhemisimi, edhe pse ndoshta kërkoi ndihmë edhe le nga gjyqtari për shkak të kapelës, e cila ishte vendosur kesh në mjekrën e tij. I interesuar për ta ftuar këtë luftë është Fisnik Muharremi, me njëherë për këtë dëshirë të madhe duar trokitet Fisnik Muharremi, në anën tjetër po shohim që më pasiv është në luftën e tij boksieri nga Maqedonia Adhemisimi. Ishte një aksion i suksesshëm i Fisnik Muharremit. Ishte ai momenti kur kërkoi që i vendoset kapela në mënyrë të rregullt, Adhemisimit mos ta pengojë në zhvillimin e luftës. Rundi i dytë. Ja, një goditje fort e Fisnik Muharremit dhe tjetra. Nuk ndalet Fisnik Muharremi në përpjekje për të goditur fort kundërshtarin e tij, edhe pse her pas here janë këto goditje të paleushme me dorë të hapur. Ja tërheq gëvrejtën edhe një herë gjyqtari Agim Tahiraj.
Asë që është interesuar për të sulmuar atë dhe misimi nga Macedonia. I vetëmi që bën boksierin nga Kosova, është Fisnik Muharemi. Përfundon edhe rundi I dytë. Pas pak do të shohim edhe rundin e fundit të këtij turneu ndërkombëtar të boksit. Pas këtij raundi do të shpalim edhe bokserët më të dalluar të këtij turneu, bokserët më të përprej, çifti më luftëtar, tekniku më të mirë dhe bokserët më të mirë të turneu të vallës dhe Marian nga Animali. Pas këtij dueli do të ndahen edhe çmimet për këtë turne. Boksieri më fair play të shpërbetë tekniku më I mirë, çifti më luftëtar dhe boksieri më I mirë. Pas pak do të vëllai edhe rundi I tretë, rundi I fundit. E më pastaj do të shohim cilët janë fituesit e këtyre çmimeve të këtij turneu. Ja, figuritë të forta të Fisnik Muharemit. Edhe knockdown numëron gjyqtari Agim Tahiraj. Këtë merit, në të vërtet ishin të goditje të forta të Fisnik Muharemit. Deri më tani ka përparësi të madhe Fisnik Muharemi për ta fituar këtë duel. Me një goditje nga ana e mesimit më tepër për shkak të pakkujdesisë. Ka mbetur edhe pak fude në përfundim të këtij dueli, kësaj përballje të fundit të turneut ndërkombëtar të boksit të Lahmimani për ta përmbyllur këtë turne të katërt ndërkombëtar. Disa përditje vërtet sakta, të forta, të pastra të Fisnik Muharemit dhe më të themi se me këtë rrugë që bëri duhet I takoj fitoria Fisnik Muharemit. Të përmbyllë çdo gjë sa I përket këtij turneu, do të presim për pak për të mësuar dhe emrat e fituesve të këtij turneu. Do të presim për pak dhe do të përmbyllim këtë transmetim të drejt për drejt. Presim organizatori për të na dhënë emrat e fituesve të këtyre çmimeve që janë për këtë turne të boksit. Ja, fitore Fisnik Muharemit. Fisnik Muharemi për të përballë këtë duel. Dhe ishte më I mirë, goditi më shumë, më saktë kundërshtarin e tij. Pasuar për të dalluar e të këtij turneu. Patëm zhuta